Afro 183.000 tonë rush është prodhuar në vitin 2024 në Shqipëri, me një rritje prej vetëm 3 tonë në raport me 2023 për rënje në krahasim me vitet të mëparshme. Por cili rajon ka prodhimtarinë më të lartë? Në vendin e parë ndihet Fieri me 39.200 tonë të prodhuar, ndjekur nga qarku i Elbasanit me afro 30.000 tonë. Më pas renditet Berati me 17.800 tonë, Tirana me 17.700 tonë rush të prodhuar, ndjekur nga qarku Vlorë me 17.500 tonë. Qarku Durrës ka prodhuar 15.800 tonë rush, Korça 12.400 tonë dhe Dibra 10.500 tonë. Qarqet të tjera si Shkodër, Lezhë, Gjirokastër regjistrojnë një prodhimtari 90.000 tonë, ndërsa listën e mbyll Kuksi me 4.800 tonë. Vitin e kaluar në prodhim kanë qenë 9.358 hektar tokë, me një rënje të konsiderueshme në raport me vitet e mëparshme, ku në 2020 ishin 10.400 hektar, ndërsa rendimenti i prodhimit është 115.9 kuintal për hektar. Vreshtaria dhe prodhimi i verës cilësore shqiptare sot është kthyer në një element kyç për zhvillimin e sektorit të bujqësisë. Në 2023 Shqipëria është bërë shteti i 50 në botë i anëtarësuar në organizatën ndërkombëtare të vreshtarisë dhe verës, gjë që do t'i japë më shumë mundësi prodhuesve për të deportuar më shumë në tregjet e huaja, për të krijuar ura bashkëpunimi, si dhe për të njohur me kultivar dhe teknologji të reja të prodhimit. Po ashtu ligji i ri i vreshtarisë, i cili hyri në fuqi në vitin 2024, konsiderohet si një tjetër instrument në të mirë të sektorit, i cili vendos rregulla të reja, kontroll të shtuar, si dhe pritet të ndikojë në rritjen e formalizimit, që është problem kryesor. Aktualisht tregu i verës në Shqipëri ndahet në 35% prodhim vendas dhe 65% import. Por tendenca e viteve të fundit të qytetarëve dhe turistëve është konsumi i verave made in Albania, çka sjell edhe kërkesë në rritje për etiketat shqiptare.